Dhe se cili për ty në patër milion met, tu ofrua kush për ma shumë, kush për përkla ma shumë. Ku i në kona ta diriset? 15 vjetë pensionet nuk në rritë. Nuk është e vërtet që ka pas rritje para një vjetë. Nuk është e vërtet që ka pas rritje para 4-5 vjetë. Duhet me pas kujdes. Nuk është e thonë me ti me rritë pensionin për para fushatës. Nuk është e thonë me rritë pensionin me thonë se na jemi bota shpedhum rrogën e 13. Qa rrogë e 13? Rrogë 13 në Kosovë nuk ka. Rrogë e 13 o dhonë në ekonomi ty nëherë kur kanë funkcionu ekonomia, kur ka pas qarkullim, prodhim. Pa qeveria nuk manet më bo për pa u bo numrimi votave, pa u dhonë betimi i parlamentarve në kuvend, kur të kryet e procedurë, me siguri që do të bëhet edhe qeveria. Si pas statistikave ose deklaratave deri tani mishme, nuk ka koalicion me asnjë parti. Çfarë mendimi keni? Pa kjo është zgjedhja e popullit. Populli nuk ka dashur me i dhonë fuqi vetëm një partije, po ka dashur me shpërnda fuqinë në shumë subjekte, në shumë parti. Tashta duhet më bo të meshën, më marrë vesh nërmi veti, me këshyrë çfarë zgjedhje mujnë me bo, edhe më përafrua me bo një koalicion që kish me qenë koalicion që mundet me na krye punë. Se ndashin koalicione për veti, veç sa për veti, këta mu e bojnë edhe njën edhe tjetëri. Vetëm koalicion që hanë pazari pak ma nalt, duhet shumë me pas kujdes qysh me bo edhe qysh me hy. Unë e mendoj që koalicioni duhet bëhat me siguri, duhet bëhat shpejt, duhet më bo një koalicion i qëndroshëm, mirë po nëse nuk ka mundësi, atëhere populli është përsëri këtu, po populli ta mundet me i gjyku edhe ma shumë. Se këto e në hargjimet popullit, këto e në hargjimet, është me nga për një karrik të dikujnaj edhe mu përsërit vazhdimisht zgjedhjet, populli ato gjona nuk i toleron më. Kjo është një ere, kjo është ju ka dhonë, se cilën e ka qitë në vendlet. Dikush ka ra, dikush pak e kalon hale diqka, mirë po mua më duket që këtu duhet një angazhim shumë ma serios, ma i madh, duhet me dhonë rëndësi ekonomisë, duhet me dhonë rëndësi shëndetësisë, duhet me dhonë shumë rëndësi të madhe arsimit, sigurisë, duhet me dhonë rasteve sociale, duhet kategorive të pensionistëve, ku ta diune, jo vetëm kur të ofrohen zgjedhjet. Tash në ofrohen zgjedhjet edhe se cili për ty në patër milion met, tu ofrohen kush për ma shumë, kush për përkla ma shumë. Ku i në kona ta diriset? Që ta njerëz janë, po më kupton. Kështu që aje edhe kush e disa me mëdhonë ato ditë, unë aje që e pas i premtiv nuk të shashku të kuti ati se kësha dhëmë. Unë ja dho dikuj që ta monile e ti që qashtu ka më bo dhe ka më realizu. A beson se votat e diasporës kanë me bo ndryshim pak, sepse po thonë që shumica e votave janë pavlefshme? Votat e diasporës, ato me siguri që ata kanë drejt me votua, edhe duhet me votua, por na nuk duhet mu frigua për votave diasporës. Na duhet me mendu që ato vota vinë për të mirë. Tash ato dy kushtet jo na ke ma shumë, na ke ma pak. Aty duhet me pas, do me thonë, ma mërmenja qysh është populata qitu, edhe atje janë njerëzit që ashtu të rështu. E që se duhet me nga vetëm mas dikujna, ato gjona nuk ma mërmenja që në gjajnë atje. Diaspora e ka bo, me siguri ka bo përpjekjet e vetë, angazhimin e vetë, është mirë ata mu kujdes edhe për këtu, po atje ku janë pak ma tepër me i dhonë rëndësi ati veni atje ku punojnë, ne përmes që ati veni mujnë me përkra edhe Kosovën edhe neve këtu. Mirë po ka nevoj për një angazhim serios. Sipas deklaratave të gjitha partive parazgjedhore, asnjë premtim nuk o kanë për pleqve mja vrit pensionet. Unë jam shumë i dëshpërum këtë rast, edhe pse një pensionist, para të sot dite e kom intervistu, më ka thonë që unë jam i knaqur. 15 vjetë pensionet nuk në rritë. Nuk është e vërtet që ka pas rritje para një vjetë. Nuk është e vërtet që ka pas rritje para 4-5 vjetë. Nuk është e vërtet që ka pas edhe shumë më herët. Dhe me dha në bo një farë kategorizimi,
çdo pensioner është i dëmtuar në pagën e tinaj edhe në ato çka i takon me ligj çka dash mi taku. Dhe me thonë ti jepet dikujt ajo një rrogë që nuk e meriton, është shumë keq. Prandaj këto pensionet duhet me pas kujdes. Nuk është e thonë me ti me rrit pensionin përpara fushatës. Nuk është e thonë me rrit pensionin me thonë se na jemi po tash fillojmë rrogën e 13. Çfarë rrogë 13? Rrogë 13 në Kosovë nuk ka. Rroga 13 o thonë në ekonomi ty në herë kur kanë funksionuar ekonomia, kur ka pas qarkullim, prodhim, ngritje të tana personale edhe punëtori ju ka da rroga 13. Në organe, institucione, pensione s'ka rrogë 13. Po duhet i jepet rroga, do me thonë pensioni që e meriton. Por çdo vjet në fillim të vitit duhet me ditë pensioneri sa i rritet në këtë vit. Që se ka rritje ekonomike që të kemi po më të fortë se Gjermania, e këtë gjendje ekonomike kështu kaq e dopt, ma mërmenje që kjo nuk është kërku në to. Lidhja demokratike me Prishtinë e ka hup fuqinë e vetë. Me do që kanë bo me atë rrugën Gjogjë Bushi, me ato harë gulfatjesh ato sene, unë e kom ditë që mire e kam i kushtu në Prishtinë. Dhe me thonë, nuk ka pas distancime pe i punëve të komunës Prishtinës nga ona e udhëhecisë të dykës. Po maja aty të levar trafikash, aty levar sheshi që zhosh bo aty edhe, s'ka kun dyja të ashtu që tolerohet një gjatë. Po du më të abo dhe një pytje, e di që je veç qytetari thjesht, veç po du më të abo një pytje, në Kosovë qendër të operës nuk ka. A është nashti parlamenti do më ba qendër e operës, kur i dina që shumë këngëtar po kalojnë tek vendet ulset e parlamentit? Unë ty po të tregoj një gjatë, që aty duhet me ditë në çfarë gjendje ka ardhë edhe parlamenti edhe qeveria dhe shteti. Që do të regojnë. Po kush nuk e shmon një këngëtar, a një futbolist, a një zdi qka po në koknen. Mirë, po ajo është talent për futbol, ajo është talent për këngë, për politik duhet me pas tjera karakteristika, tjera benefite. Këta i kanë fut njëzit kush i bje vota. Këta i ndalë pe partije. Se partijet e tyne mu nuk kanë njerës që mujnë me pru vota, po më kupton ti mu. Edhe tash duhet me dalë me gjithë. Ose me gjithë një me shkun trek që ka, që po specat mira, apo në koknena me specat me zanë, me drugoj vetën që është apo në koknena punëtori mirë, që shumë meriton, pe Bujku. As meriton e Bujk me qenë deputeta. Shko në zërzët atje, shko të gratë atje në krush atje që shkanë vetë ato. 5-6 për ty në u dash me konë deputet. Familjet e ty në krejt burrat janë të vrame të pytën e të vreme. Nuk duhet me i harrosenet, duhet me menua mirë, pozitivisht me mendua, nëse mendojnë për mirë, u vjen mirë. Nëse s'mendojnë për mirë, përfundan, jo mirë. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Hajde, faleminderit e pejteja. Faleminderit, ju të dashur mirë që rreni me neve, sepse gjanat e mira i sëllën veç nga Kosova Info ju informon për çdo gjë.